Ekipi i Tërbuni Boks që drejtohet nga dy vëllezërit Emiliano dhe Claudio Cecchini ishte i pranishëm në Grand Gala de Boks 2025 në Lyon të Francës. Pas disa ditësh servitjet përbashkëta me ekipin e Lyon Boks të Francës, ekipi i Tërbunit mori pjesë në një nga turnet më të fortë ndërkombëtar. Grand Gala de Boks i zhvilluar nga 12 deri me 16 dhjetor në Lyon. Në këtë event ku ishin përzgjedhur bokserët më të mirë për të përfaqësuar Shqipërinë përballë kampionëve francez, spikatjen më të madhe e bën Jurgen Lazari dhe Bjordi Cecchini, të cilët në peshat e tyre respektive dolën fitues përballë kundërshtarëve. Lazari në peshën 66 kg, i cili është edhe kapiteni i ekipit, zhvilloi një superndeshje duke fituar 3-0 përballë bokserit Gentian Poci, po kështu Bjordi Cecchini konkurues deri në 48 kg, fitoi bindshëm ndaj francezit Atamna. Një figurë të mirë sportive bëri edhe Agron Muriçi, konkurues deri në 75 kg. Pavarësisht dominimit të qartë në ring, fitoria ju dha bokserit vendas Viktor Brahim për shkak të arbitrimit nga gjyqtarët vendas. Por Klevis Ramçaj, konkurues në 64 kg, kjo ishte ndeshja e tij e parë zyrtare, duke debutuar me një paraqitje të ekuilibruar kundër bokserit me përvojë Sherif Ali. Edhe pse nuk arriti fitoren, tregoi potencial dhe një të ardhme premtuese. Një tjetër bokser konkurues ishte edhe Gabriel Cermeli, i peshës 69 kg. Ai do të luante përballë Lamache, por bokseri francez u tërhoq në momentet e fundit për arsye shëndetësore. Në përfundim të turneut, paraqitja bokserëve të Tërbuni Boks u vlerësua nga organizatorët, duke dëshmuar se ekipi përfaqëson një nivel konkurues në arenën evropiane.